Kjo shtëpi do të më investu dikon afër 200.000 euro. Afër 200.000 euro? Po. Në orë 2-3 herë në vetë? Po qashtë. Kjo gëbeqore, kjo për shembull është e gjorit loftë, në zitër punën. A, është e familjarëve të Po, juaj? familjarëve, këtu janë familjes tuan krejt, janë vllazninje, janë dy jem këtu, dy janë jashtë. Gjorit loftë në zitër punën, ata ku shija punojnë në Gjermani, krejt janë jashtë. Më thot drejtën kush nuk ka pëlqyer me gimi. Kura? Në komën vitin e kaluar nga 2 javë ditë, po s'u ka pëlqyer hiç. Almerin do të pas Kosovë, Tarmën do të pas Kosovë. Me qëtë pokë që e morën Kosovë, mund me jetu një jetë mesatare, me thonë, jetë mirë, po mesatare me të poka që i morëm të Kosovë. 5 vojzë me gjalli kam, të sfrejtë, po vojzët i du më shumë se gjallin. Vojzët janë shumë më të mirë për prind se gjalli, kjo është realitet. Kush do të janë këve thminj, do të më sporin gru. Gruja edhe mirë me lëpë, po mirë me thminje me tonë. Edhe nonën? Edhe nonën e ka këqyr, po, ja 6 vite, nonën e ka këqyr ato, falenderoj shumë, befasona me durimin e sojna, 24 orë me këqyr, që ashtu është probleme gjithë kusudit, me këqyr 24 orë, për shumë nonën me këqyr, nasi nonën edhe smushëm, po virën, po dhe nasi nonën edhe smushëm me këqyr që qërka e. Po shumë notën e ditë, 24 orë ka nejtë, më thonë, karroce, do më thonë notën e 2 notën, 3 notën, në që ditë e ka posë, do më thonë, sikur ditën e poshtë, sikur të funit e ka posë në bëqyrin njëjtë. Miqtë e mi dashur, përshëndetje prej meje Lauretës. Na sot terrenin e kemi në fshatin Çikatov të vjetër të komunës së Drenasit. Kemi me vizitu këtë fshat edhe peshohëm më spetakojna në i banor të fshatit që ka me na fol pak ma shumë për jetën që bëhet në këtë fshat. Inderum si, a i mirë, qësh po kalon? Mirë, jo. Me shëndet? Mirë, jo. Gjithë shka në regull? Qësh pjo jetë? Mirë. Bace e set, apo na tregon pak ma shumë për jetën që bëhet në këtë fshat? Allah, kjeta të na është këtu, si me thonë, mas shumë mirë njerëz me punë private, ka pak të ka t'i punojnë, për jo shumë. Nuk i punojnë? Edhe blekteria, bishtia, karo, kështu, ka gjani verë tëllët, me thonë drejtën krejt në lagjën këtu, ose në shatin pak ka lëpë, shumë këtë lagjën tonë, 4-5 lëpë të një gjonë. Njerëz ma shumë për mirë me punë private, kanë migruar shumë jashtë, zakonisht në shtetet e perëndimit, vitër në Gjermani, po shkojnë. Për një jetë ma të mirë. Po, ma të mirë. E vërtet. Qështu janë braktisë me të madhe fshatrat, po për Çikatovën është braktisë, shkolla për shembull, a ka banor? Po, për momentin ka banor. Ka fshati banor, edhe shkolla, po, edhe zonca, ka punojnë një tonë, do të shkojnë në shkollë, si zakonisht paraditës janë zakon. Sa në zonca janë për afërsisht, sipas njerive, a sipas janë njerive, 100? do të më konë që ato dikon një 150, besoj ma shumë jo, nuk janë. Pra për nuk është një numër i knaqshëm? Jo, nuk është, zakonisht kanë shku të rritë ma shumë dhe në Kosovë, nëjna pak ma herët, kanë shku punë e punëve, tash janë praktisë, edhe kanë mjetë ma zbrast. Po, pse po mendon bacë që janë braktisë me të madhe fshatrat, shqiptare në përgjithësi? Po, me të drejtë ma shumë të njerëz, punë e udhëtimit e punë pa kanë ma shumë në qytet, punë e udhëtimit, se tash me shku për Prishtinë në Kosovë me punu, do të më ndru 2-3 relacione autobusa, këmbe nuk ka normal të rregullt. Atje më lehtë është. Sa për shembull këtu do të më shkon 6 mëngjesit, më shkon 8 në Prishtinë punë punu, atje është kuptohet për 15 minuta shkon punon në vend punës. Edhe për një jetë më të mirë. Më të mirë, po, një jetë më të mirë, po mendojnë edhe pse zakonisht jeta më e mirë me jetu në fshat. Ojë, gjithë ato janë, po faktikisht një farë lloj, si me thonë, na ka hi një farë lloj si gripi, epidemie, njerëzit për praktikën fshatin, edhe pse ka mundësi me punu, ka mundësi me të lëp, ka mundësi me punu tokën, jam për shembull disa subvencione qeveria jep për bujqësi, për blegtëri, tana kushtet janë me punu. Po faktikisht njerëzit nuk di pse kanë praktikë fshatin, është po ikin punë tronë begi me punu, punë më të lehtë. Se puna e bujqësisë dhe blegtërisë faktikisht është punë pak më rëndë, më mundeshme është. Po, për momentin është më profitabile. Po, e vërtet. Se për shembull, mu më ka ro me rastisë shumë fermerë dhe me intervistu shumë fermerë, nër 3.000 euro lop nuk i. Nuk ka, qashtu. Edhe për momentin kum pas, dhe para një viti, ose 2 vite kum pas, lop dhe në 3 komojt, po tash momenti kum hjek. E sa konë çmimi atëherë kur i ke hjek? Atëherë ka çmimi lop, për shembull, dhe 1.700 ka pas lop, 2.20 ka çmimi me kilogram i bikav, tash kanë për den 4.5. Do të thonë dëfishu çmimi. Janë rrit drastikisht. Po pse po mendon ti që janë rrit kaq shumë? Po janë rrit sepse mungesë e lëve, ku tash në marr mungesa tregu, tash e kërkon. E vërtet, po. Po, oferta dhe kërkesa që thonë.
Amo me urrit kaq shumë, domethënë për një periudhë 2 vjeçare është normal, edhe mirë pak se po përfitojnë edhe fermerët. Po, aq më mirë është, ai që punon edhe kuptohet fiton më shumë, djesa do të më pagu mundi. E vërtet, normal. Sepse me ne kot mjat nuk vinë pa punu. Kjo është realitet. Po, ma the edhe diçka që mbet në kokë, që nështë anë kejtë lagjën tonë 3-4 lopë së një gjatë. Nuk jam, që ashtu është. Qështu janë shumica fshatrave, dhe më thonë, Kosovës? Po, zakonisht ai që i morën lopë, 50 krejë lopë, ose 100 me shumicë, po këtu që përpohet që këra posë ka 2-3 tash i kanë hjekë njështë. Më shumë merë me punë private, ka zohë, na këra punu në shtënë Ferninkel, pjesa me modhe, na ka punu dhe pra 2 javë dite. Ta Ferninkel është mbyll, unë personalisht kom punu ato 18 vite gjysë, Ferninkel. Po, punën si Gjarfek se kom punu, për momentin në ka lagu për punë, një pagesë mëjore, një 45 mujnë edhe në pagat, dhe në të për kontrata, dhe i sa startën mas një vita, 2-3, të di. E qysh e kujtan punën Ferninkel? Po, puna ko e mirë, faktikisht në profesion e kom deshë, kom punu në qytet në jetin profesion, edhe aty kom punu si Gjarfek, kushtet janë këtë mira, pagat jo të mira, se në zakonisht në kohën, po pagat kemi pas ofër të, edhe kemi kalu kohën ato, kemi punu, po tash për momentin jemi pa punë. Edhe rrogat, pagat janë? Po, janë kohë, me besatore janë kohë, të mira. Po ofër e kohë këtë me punu, po me thot drejtën dikon 600 punëtor kam prafestisht, me 1500 kam bej pa punë. Kanë bej tash pa punë? Po, kanë bej pa punë, dikon një 40, një staf esencial kam bejt ato, dhe punë këdestarisë. është një pungesë ko gjamudha, ato pasyrë se ko një muri madhë më hopën 10 pungesë, ata është me njëherë ato njerëzve që ka nevojë me punu dikun tjetër, ta është njerëzve du të më gjinë një formë ndryshme, ta është punë privat ka çdo kon, është punë më ndryshme, o pak më lëshme, o fatikisht gjithë kush do të më gjinë vetën një fa formë, një fa mënyre. Se punë shtetit më në ka, punë të rapora që ka pas, ta çdo kon është privat. Janë privat. Po, ajo që është më e keqe, më herët qeveritë më hershme ato kanë privatizuar, pa ku fa kriteri, se është dashur një fa formë me bërë një participim të 50% shteti, 50% ai që ka ble, po ka dhe pak ku frakushe kriteri, tash edhe lumë ban hegare menaxhimenti me neve ata që kanë bleve herët, edhe që shpijat me kurdon. Më thonë këtu kompanitë moja që Fernikli ka pas dikon 2000 punëtor pa lufte, është dashur me kom në përkujdesin e qeverisë, do në shtetin pas ato, edhe po kështu, që privatizuar këtë dhe morën mas lufte edhe tja e ka pas fatin e njëjtë, pasu e pendim tash. E çfarë ndjesie t'jap ty tash që unë bëllë? Unë bëllë shumë keq, me thot drejtën ku e morë dhe ku i kom punë teshat, i kom punë shpirë edhe shjo që unë kom shumë, ke posë me të qënë shumë trona që gati që a lëtë në kam shtu, se këtë punoj dikun ofër 20 vite, një farë forme është një ndjerë shumë e keqe. Për punë në medale, dhe tash pas të 4 vjetë nështë një mosh ka gjë shtyne, që është problem me hindu kënë punë shtetet nuk mund është, kriterit janë tila, në të gjithë mos me kërkosh. është një punë private tash është më merë. Pse mbyll Fernikli? Po Fernikli mbyll arsëtimet e menaxhmentit janë një turk, ka pas ble më herët, arsëtu për shkak të çmimit të lartë rrymës, për shkak se çmimi i metalit është shumë i ulët, kosta e lartë e shpenzimit, fitimi shumë i dobët. Arsëtimet janë tilla, faktikisht foja tjetër nuk di kur fojë çka është. Ai që rrymë është në treg botror çdo kush punon me çet rrymë, rrymë është treg lirë. Po na pasoi pendim vet. Për shembull më herë që keni lokal për qymi hop atje, ka një për Fernikli, mu gjinë dikon, forma ndryshme, qështu. Po se tash 1600 punëtor kanë mbetur pa punë dhe e the shumë mirë që shumica janë me një moshë mbi 30 vjeçare dhe tash ku mu qas ata, ku mu... Jo, po ta shumica janë mbi 50, për shembull, në 54 tjerë që janë, për shembull këtë moshë do të më shku dikon me punë privat, do të më qas dikon, s'kiqare, ama aty më adaptu se ki pas punë profesion kemi pas, e profesionin ku ta deshto për shembull do të me punu sa të punë, po tash për momentin është mbyll, se kur hapet nuk dihet. Apo vazhdojnë apo ecë me pak, këto e pasni, që ka tova shumë fshat i bukur. Po. Edhe po besejni të bashkuar kështu me njëri tjetrin, endeni me njëri tjetrin. Me thot drejtën, më janë pak më rrallë tash, se po që po janë një farjetë e tillë, një farjetë pasive, një të punojnë për punën në shtëpi. Fakt nuk kanë shumë, nuk kanë aktivitete diçka që merren. Të kush punë të vetë e këqyre është një shumë e mirë në kasi me të kaluarën, po më janë me njëri tjetër me bashkëpunuar me poste që thënë neja, ato modë janë tash janë ndërprer pothuajse gati tërësisht, jo të na po gati çdo kohë në Kosovë, kjo është një farforme është morë nga perëndimi, nuk e di ka morraja se po na kemi të thënë të këqija në Kosovë,
senet e këqia i morëm për prendimi, i morëm, a senet e mija nuk i morëm atje. E vërtet, nuk i vina që ato të mi pru rejtumat e trafikit. Po, pasërtia, ambientit, beshan ku që është atje të tërsen, që dëmënjën ko pakën vitin e kalun, edhe atje të tërsen pasërtia nivel që kortanaj, dhe sena nuk i morëm lakmi, përshamu kulturën, përsenet mira, po i morëm, përsenet këqia i morëm, dhe më thonë, shembul dhe atjet, nuk i morëm senet e mira për atjet, po i morëm vetë këqijat. Po, qatë farë me këshyrietën tonë, po, qashtu, do tradita për shumë nuk bën me hup na. Po, për astysh, pse jesë për pora, traditat e vjeta nuk bën me hup krejt. Nuk bën me hup. E qësh po të bën mundje ty kjo, se për shumë sot janë largu shumë njerëz me njëri tjetrin. As nuk po enden me njëri tjetrin, nuk i njojnë është as familjarët, për shkak se krejt në rregull puna, jeta është bo ma dinamike, ma ka ndryshu. Po, prap është një ndjesi e keqe mos me njoft një familjar tonin për shkak se nuk shkojnë me pi një kofë ose një diçka. Jo, kjo shumë keq. Thashë këto tradita në kopë më të porëve ka vazhdu deri mas lufte. Po, 10 vitet e fundit, të më thonë, sigurisht pas të mirë ka më të modhe, ka ndryshu dhe njerëzit. Edhe në forme kjo është hyjë dhe stresi, njerëzit për kanë si stres, ma shumë rrinë mrena, se me dorë me hup stresi, me bisedu me dikane, me dorë me nejt. Po, kjo më të modhe ka hyjë njerëzit janë fut një fallë stresi, nuk e di çka pyetje. Mu ma tha një plak e intervistova para do ditëve dhe më tha vjen tha mysafiri me nejt, tha si tullet thët me njëherë bima pas vordin e internetit. Po, kjo ajo është pora që është, edhe si bëhet gjësore quhet, pa jeti, ku pa shkon, çak më bu kërkon, vëlla po më rrihet. Do më thonë, edhe nuk mundesh me bisedu, po si të shkosh me njëherë në telefon. Ton telefon rrim. Mo bisedë nuk bëhen, për që ata tash ma shumë komunikimi ka me mjetën të informimit qëtu, për mes Facebookut, për mes të Viberit, e qëtu kanë me komunikim. Jo ta ditë të me hesh me shku me nejt, me unë e ushqim o diçka, po tash me thot drejt edhe e thjen telefon e ja tu, morë me nejt. S'ka më si përpor me ime, a ja si atu vetke, tash është tjetër se janë ka dishu qenat, dhe sene janë ma të mira një të këqyrin punë e vetë në krasim me të kalunën, po traditat e mira i kanë hupë. Që ajo me keq. Po respekt e ku njëri tjetrin, çashtu. Ta ne kanë kushte kanë të mira, por respektin e ka domthonë atë dashurinë kanë njëri me tjetrin. A kushte faktikisht to kushte ka të mira kushte. Si mungon kur gjë, jo, si mungon, jo. Ai kanë edhe njerëz më gjem edhe. Po çashtu, ngjinin në forma ndryshme ngjinin. E vërtet, po për shembull, sado telefonat kanë rrukoha normal edhe prej telefonave mundesh me komuniku me krejt botën, me familjarë që i kem larg, po pak edhe i ka largu njerëz me njëri tjetrin. Po çashtu. Çish po të bën mundje kjo dhe çfarë mendon ti për këtë pjesë? Po kjo është shumë keq, kjo mas keq është që unë kam një një të keqe që shotë fëmijë përdorin shumë telefonin. Për shembull, nënat e vetë fëmijë mashtrojnë me telefona. Po. Si ti bën fëmijë 1 vit 2 vjet me telefona mashtrojnë me këtë, kjo shumë keq. Kjo më e keq ajo. Edhe unë jam shumë kontra telefonit. Kjo më e keq që fëmijë përdorin për shembull adoleshentat ose si bën 1 vit 2 vjet deri në 15 vite këta trit shumë telefonin e përdorin fëmijë. Edhe për tritën është jashtë normale telefonit të përdor. Se telefoni faktikisht është një komunikues, është në mund që dëzyna. Po, në vërtet. Po, se i ka pozitiv. Ama puna që telefoni është të përdor jashtë normales. Çdo kun. Edhe më e keq është po përdoret mos modhe edhe prej fëmijëve. Po për fëmijëve kjo më keq, për fëmijëve. Se fëmijët po shohin gjithçka aty dhe masanena. Po, normal për shembull. Largohen prej mësimit e këto. Nëse do mos TikTok edhe pse mirë se ka kemi me ndalu TikTokin, fa forme me po një fa kode diçka që bëhet trik më shumë me hin fëmijë, në tonë. E vërtet edhe që për shembull në Shqipëri në këtë rast të bllokue krejt, po prap njerëz kanë gjetë forma ndryshme. Është bën një lloj droge, telefona, rrjetet sociale janë bën një lloj droge. Imun janë bën detyre. Imun. Nuk mujnë pa to. Jo, s'mujnë me ato. Na pishohëm edhe Çikatova, që thashë edhe më herët shumë fshat i bukur. Këtu pishohëm edhe do shtëpia shumë të mira. Po. Kjo beqorë, kjo për shembull është e gjorit loft në Zitër punon. A është e familjarëve tuaj? Po, familjarëve, këtu janë familjes tuaj krejt, janë vllazninje, janë dy këtu dy jashtë. Super shtëpi se bashkë mron sy më herët. Po, gjorit loft në Zitër punon, ata ku shija punojnë në Gjermani, ata këtu janë jashtë. Çikatova ke shtëpia të mira. Po, të mira. Po ne punojnë ata që kjo shtëpia e familjes juaj, domethënë. Po shihet që ka bë këgja investim edhe ai, domethënë jeton jashtë. Po jeton vëlla jashtë për momentin vjen 2-3 herë në vit, po shtëpinë ka marrë që të kalon. Kushti ka po të marrë. Sa ka investu këtë shtëpi? Po vëlla me thot drejtën, kjo shtëpi do të më investu dikon
Afër 200.000 euro. Afër 200.000 euro, po. Me orë 2-3 herë në vetë. Po qashtë. Kështu është valla, 200.000 euro i kanë investuar në tonë. Do më thë keni familjar atje që Po familjar, kemë 2 djemë lofte, i kemë 2 vllazni, tani familja ty vllaznive djemë të lofta ata 3 të krejtën atje, po janë 2 vllaznim këtu. A ju ndihmojnë hiç, do më thonë? Po me thot drejtën, ma herët na kanë ndihmuar shumë që për pora deri mas lufte, sikur çdo kush në Kosovë, ata na kanë dhënë këtë bazë, këtë farë ndihme, këtë farë infrastrukturë, shtëpia, krejtu, ata e kanë bënë. Po tash mas lufte çdo kush po punon, faktikisht ata atje obligimin e kanë vetat, na ndihmojnë kur me kodë ka nevoja, prapë na ndihmojnë. Po tash çdo kush po punon ka pak. A deri po kanë njerëz. Po ty baci e seta, a ke pos në herë plane me dalë në mërgeme dhe me jetu në mërgeme? Po thot drejtën kush nuk ka pëlqyer mërgimi. Kura? Në komën vitin e kaluar nga djovë ditë, po s'u ka pëlqyer hiç. Hiça? Ja s'u ka pëlqyer. Në cilin vend je kon? Në Gjermani, po. E çfarë s'pëlqej aty? Allah jeta monotone, dysh pasive, dysh ambienti, koha shumë e dopt atje. S'di, më thonë, s'u ka pëlqyer. Shumë jetë pasive, shumë. E qa po menon që tash tin mos të madhe po dojnë me dalë jashtë, sidomos rinia. Nështë tash që janë hek vizat pak e shojnë jetën atje, po qa po menon për migrimin që po Me të thonë drejtën tash në gabim, se punë ka tash në Kosovë. Faktikisht është privatizëm, çdo kush të bëhet privat është. Po, e vërtet. Ka poga të natë, për shembull 500 euro, 700 euro. Shtat nuk mujna me 700 euro punojnë privat, punojnë edhe me të poga mund m'ia dal. Faktikisht ka punë edhe për tash për grave, për vojtë, për çdo kon pa kohë. Poga pak me dëpto për femna e dijet, po për me tu Kosovë, me pos një farbozë, për shumë që kemë në shpijet të sene, njerëzit nuk ka nevojë me dalë jashtë. Almerin të posë Kosovë, Tarmen të posë Kosovë, faktikisht do shrem përshim që të bëhet më mirë në Tarmen, po për momente mund më gjinë Kosovë. Me qitë pogë që e morin Kosovë, mund me tu një jetë, ka gjatë mesatore me thonë jetë mirë, po mesatore me të poga që i morëm të Kosovë. Edhe mirë e the se për shembull shumica s'po thon krejt, po nashta 80% kena ato katonat. Po, më mirë, po kallëzoj. Më mirë me bujqësi, me blegteri tash vitini më i mundë është. Po. Faktikisht qeveria po t'jep subvencione, për shembull për të zonë për grëm deri ofër 500 euro për një hektar grën. Ose për blegterie për tanat një mën. E tash fitimi është pothuajse i pastër është. Po faktikisht na gjithmonë ankohemi se E pse po menon që nuk po dojna më mirë me blegtëri edhe me bujqësi? Veç është punë pak e mundeshme të njerëz. Ja me lëp më mirë, ja era pleti, ja ato faktikisht tu janë normale e tash ta trit çështë e kanë. Në fakt për shembull këto hezitojnë me punu në vendin e vet, kurse jashtë shtetit shkojnë edhe punojnë për firma. E punojnë punë matron. A mu çan pengon për shembull se unë merrna çështo me fermer, me bujq, me fshatra dhe më karon me komuniku me shumë njerëz. Më pengon që njerëz kanë shumë paragjykime të këqija për punët e blegtërisë dhe të bujqësisë. Do me thonë ata bojnë punë të ndershme, punojnë tukën e vetë edhe prapë jo po fiton shumë, jo që po thuti era, jo po merresh me lop, janë do paragjykime shumë ordinere që i bojnë njerëz. Po çfarë po mendon, pse i bojnë këto paragjykime për njëri tjetrin nderuar? Allah këta po mendojnë me bën një jetë së qëli për veti, me punu në qatë pokë që e ka për shembull me dalë dikun jashtë, me punu edhe veç për veti me jetu, me punu pak më largë. Edhe këtu duket punë e më ndeshme, punë e raun, e qështë të shpërëm, përshë ata nuk dojnë jetë në Kosovë me jetu, këtu nuk pi përqenë. Amo është shumë profitabile? Profitabile është, për që tash për momentin është për blegtëria bujqësi është, në shka të mirë është fitimje. është fitim shumë i madh për shkak se te 20-30.000 euro mund të shpalun. Unë pakadej e kom ndërprek tari punë e infrastrukturës. Nuk kom pas vend, nuk kom pas për shembull vend ato bëri shumë i vogël tetori vend, me bëre me shupë me krejt, i po për shembull i mot dhe pas më copa lop do të pas shtallën, të pas mirë. Unë puna e vendit i kom mjek lept. Puna e vendit nuk kom pas vend. Se po të ndoha din trojet e vendit me vllazni, vendi shumë i vogël, e për çfarë kom mjek se pas të punë kom desht, të kam drejtën, po. Ka pëlqyer punë, soj kumoj dhe 3 copa lëpi kumoj me do vjeta, po me thot drejtë me 2 lëpë më shenë me ndjerë një rrugë Fronikli që që punesha. Po e vërtet, se edhe të poqa i me. Tash për shembull në këtë kohë më ka gjithë ma shkeshti, lëpë janë, punë jo, kjo me keqja. Sfidat një pas njëshme, cilat po shirë që kanë kalu për shembull këtë shia o punë dikon 5 gjarë dalë hetë në punu, dhe në këtë kohë po këthejet me një pokë 500-600 euro, faktikisht mi pojë 2 lëpë që të pokë e merë. E vërtet. 2 lëpë jo ma shumë, asë një ma shumë, i 2.
Ati shamë konkret për marrë. E vërtet se për shembull kilogrami djathit është... Po i djathit, po dhe 5 euro qashtu. Masandena, ljopt 3.000, nër 3.000 euro në kilo pësat. Po dhe në 4 kilogram gjyshkën, kilogrami gjallë i bikall, të më thonë, ti për një vetë spokë dhe 3.000 euro e merë me një bikë mirë, 2.500, brenda vitit, bish me njohë. Po me ndën a i herë që kimi u rikëthy prapa? Me thot drejten... A i të me ndum tash edhe që... Veç puna kaldohë e venit infrastrukturës nuk kam, ofër shpije këtu, se po i kësha këthy. Gradualisht ka da dole, me moj 2-3 hektarë të lëpë më rritën dhe kuptuat dhe shumohen, po puna infrastrukturës e venit nuk u mujtë. Venit shumë i vogël, e venit dhe në pak një ven pak ma qek me pas një farë venit dhe milëshuhe ta, na kuptuat se veç me lëpë nuk mohen, po se di, po të ka dhe njëzë besej që në tamë kanë një këthy pra blotërisë të bujshtisë nuk kanë qore, edhe pse trit shumë ju ka largu, po nuk kanë qore për këthy. Trit tash po dojnë edhe po larkmojnë veç me shku jashtë, po. Një pare pak ma shpejt po mendojnë që jo e marrin edhe po dojnë me shku jashtë. Për një jetë kalduar për veti me jetu me qatë pogë, me kalu mujnë, me qatë pogë. Një jetë qetë për veti dhe mos menu më largë. Po ka shumë që po këthejen. Unë kam rohte një shukë, një janë këthy për përndimit. E pse janë këthy ata, ke pos kontakt? Po të janë këthy, se kanë thonë që qatë pogë me himë, për shambull me tokësa me tana, nuk për jetë sa një pogë në Kosovë. Nuk tjetë 5-600 euro të posta nuk jesin. Nuk jesin, nëse nuk përnë dhe gruja, thmija, dikush, veç me një pogë nuk mund është me bjetu atje, ko njësi nuk mund me orë në Kosovë, as me vizitu tafit që s'kam pore atje. Faktikisht, kjo realitet. Ka shumë rase që njerëz nuk kanë pore me orë në Kosovë me vizitu tafit, për ashtu që rruga nuk e në zënë. Se atje ka shpenzime, ka taksa, ka tana, kjo është realitet. Do të punu një punë, edhe atje do të punu një punë dytësore tjetër, privat, masororit, shtunë në dillë për me pas diçka me bjetu. Jetën nuk është e lehtë kërkon, veç me mirë me në fi, me në biznes. Kem të folë pak edhe për punët që i bojnë 2-3 puna, për shembull mërgjimtarët e kanë shumë një shprehje që thonë na dumi me punu tën vitin për me orë me bo një pushim Kosovë. Qashtë. Ti qa mendon për këtë pjesë? Se ti edhe vetë pas ke familjar shumë jashtë? Qashtë. Po ata ku vinë këtu thonë jo keni po misë na. Lakmojnë, bashkë një vllobeli është me unë i shpiqë që në fund, po këqy më këthyve e brenda 2 vite, po ka më këthin Kosovë me familje. Po i pëlqen Kosova shumë, tu e ka rinin e ka postë dhe 20 vjetë u kohë. Edhe pra po këqy mu këthy. Do mu këthy, do më thonë. Po, definitivisht e ka vendosur saj deri fund 2027 mu këthy në Kosovë, me familje komplet. E ka shpinë atje, po këqy me shita atje shpinë, më orë të mjetu në Kosovë. Po se Kosovë për përqe veni e maj mirë për tanat. Ti ma shumë ku jenë vend po normal, do. I ki krejtë së atje jetë e ftef, po thëtë. Atë farë forme ka ato, po jetë e ftef në Gjermani shumë. Jetë e ftef, po se cile e këshyrë në... Po që 30 vite të punu atje, ma tepri ko, po s'mu përqe veni, që të po të pëtje, po të naprish të punu, ma thromi kur gjeqë. E vërtejt, po... Puna ronë shumë, po. E që kekja e fabrika që ta shqypu, po dhe këtë e frenikin, sa o frekim. Që ke ka pos, po. E që janë fabrika që e kemi posë këtu, ke ka posë pra lukët 2.000 punëtor, mas lukët i ka posë me kontraktor dhe 1.000, po 800 i ka posë të regullt. 800 punëtor të regullt? Po, i ka posë. Sa do me dukon me 40 punëtor me të. E që kjo që për shumë që vite më herës me shtetë më herë nuk ka menu për tarmën. Nuk ka menu që këtë fabrikë për shumë nuk është dosht me shqitë për farforme, ku farmënyre. Së kënë te përsa nuk për shqitë, një farforme nuk për kopë, fitime të shka, po nuk u shqitë adin. Edhe me të halal aset i Kosovës. Edhe këto du milion aset Kosovës, du milion dhe fabrikat më oja, me shqit, me privatizu, se Kosovë me privatizim, sa s'ka fitu. Sa s'ka fitu, që të përvene punës janë shu, dhe fabrika janë qelë, i kanë morë njësë për kërësirë 2-3 vjetë, 5 vjetë, i kanë vyllë, i kanë rruve për të rinë tjetër, dhe më thonë, Kosovë me privatizim ka hupë shumë. Absolut, Kosovë s'ka fitu sa me privatizim. Shamë nuk këtë është Nikli, ka shumë fabrikat tjera që Kosovë me privatizim ka hupë. Ska fitu kërë gjonë. Pe 2.000 në punët, mas lukët janë bërë dykon ofër 1.000, pe 1.000 bërë 600, sa janë 40. E qka? Do shambull konkret, dhe në fojnë njëri tjetër, të qeveria më herë për e fojnë sot qeverisë tjetër, që se ka minimum të në investitorit, ato qeverit e më herë me kanë shqitë për i të bukë që thuen, të më thonë gjithë kush për e fajtojnë njëri tjetër, po mas më qytetari, fshatari, për pësën. Po, Batjeset, pse po menën që nuk i vlerësojnë sa duhet do gjanat të cilat i kemi, për shumë në këtë ras fabrikat po privatizohen, pse nuk im gjanje miru? Po faktikisht me të faligjin më herë që kanë bërë këtu qeverit e kanë privatizu
Të me menu që tash do kush bëhet pas kërën privatizimi, e si vendet punë, se ma letë mi mojtë dukesh private, shteti s'ka mujtë me investu në fillim të fabrike, do për shumë kë shqit për 30 milion me t'ka bërë shadikon, ta na i tjetër kohëri ka investu e 50 milion, e që s'kam post ma herët, edhe shko po diju në këtu, bas privatizimit që ndojnë edhe arsye ndryshme të njerëzve, grupe ndryshme të interesit, kam privatizuar qeveritë më hershme, ka pas interes ba ki dikush personal, grupur, klanur, të nuk i dijet. Që sa ku je pa punë ti momentalisht? Momentalisht jam që 2 javë ditë. Që 2 javë ditë je pa punë. Edhe apo të mungën. Po normal. Se afro 20 vite me punu do të thonë me një vend edhe në fund me mbet pa punë. Po shumë është e rëndë faktikisht. Shumë e rëndë, faktikisht shumë e rëndë. Në njëtin punë, në njëtin profesion ku të punojsh 20 vite dhe prapë me pa punë është shumë e rëndë. Po të kallëzoj shumë një dinjë shumë e rëndë e keqe, po tash me pajtutash, me që me gjithë diku një punë tjetër. Dhe pse profesioni i zarfikës të konë domosdoshëm me konfronikel. E pa është sigurimi i zarfikës do të më konë, po është një staf esencial për 40 punëtorëve ka nol minimumi dhe një ka largu. Dhe i sa lëmimin e ashtë në pritët të dje kur të hapët, si pas gjatë as vitin e ashtë, nuk mund të më hapë kja, dhe të bëhet mirë liruat rrime, ja atu, faktikisht rrima ma nuk o gjasa më liru në përshive, shkën të rritë. Po, e vërtet. Kjo nuk o shumë, ato janë vetëm ato janë ashtitime, për shembull, janë ashtitime, se rrima ma nuk liruat, po më parasysh qeveria mund t'i mën t'i jep 1 milion, 2 milion, 5 milion, 10 milion për t'i dhonë, ka hajsër ta. Po çka bën më masane? Kjo me ashtitime, kush e di çka pyet këtu. Nuk ashtitime janë. Faktikisht rrima është trajt. Çmimi me tolë po thonë dopt, është jo tepër tash. Mund të shtuaj, po është për shembull që 2 vite kjo fabrikë nuk ka punu. Nuk ka punu që 2 vite, punëtorët ka pagu 20%, 200%, po tash për 2 javë kënejna ka zhvillu punëtorët, më 40 punëtorë staf esenciali ka nollat në punë. Një dështim shumë i madh. Shumë i madh, shumë i madh. Një do më thonë me një herë. Vënë se më ngrit kjo fabrikë, për shembull më bë më amu dhe me pos më rrit punëtorë, domethënë kjo domethënë është 60 punëtorë më të largu, ofër 60 dikon. Kjo është një humbje shumë e madhe. Ti momentalisht ti domethënë pa punë dhe çka don me punu tash? Allah me thot drejtën, unë jam me kategori C, se ti unë ko shefer i zarfikës, po? Do të më dalë dikur me punu me kamion privat, dikur me gjithë një punë, faktikisht do të më përshtat. E vërtet tash do të me hongër buk diçka. Po, normal do të më gjinë, po 5.000 kam, normal, jo, 6.000 janë, 5 vajza djallë. 5 vajza i kjedhe një djallë? Po, 6.000, po. Pas ka beku zoti me 5 qika. Po, të mira, me thot drejtën. Ka qysh e ki raport? Me thot drejtën, 5 vajza me djallë i kam, të srejtë, po vajzat i du më shumë se djallën. Po, a? Bashkë po më vjen mirë që po e thu këtë gjë. Po, vërtet është. Se vajza do me thonë t'u kanë gjendë ma ofër, besoj se so. Me thot drejtën, vajzat po janë për pritë shumë adoshnë janë. Edhe djallin nuk o të shka vrejtë, po vajzat janë jashtë normal janë për prindashnë. Vajzat i ki po besoj të mdojen mosh edhe të ndihmojnë edhe? Po, punojnë ka pak, punojnë ka pak. Këtë në dëpte për fermën, për gjithë një Kosovë, po me qatë pak që morën, do më thonë dhe maksimumin familje. I kam shumë ekonomistë të forta, njënën e kam gazetare, tjerë punojnë që të ka pak, po... Njënën e ki kolege temën, do më thonë që është... Po, sigurisht kolege, po, sigurisht. E kam kolege, edhe është shumë e respektueshme, se e një dhe personalisht, edhe... Tash ti u kona i mentaliteti qik do të me pos djeme, kështu qa me nënti për këtë gjë? Se do me thonë, a ke hos ti para gjykime gjatë jetës tonë, për shkak që i ki 5 qika, a ke pos presionin me bo dhe një djallë, se mentaliteti u konë më shtu? I skaluar, so konë që miloni thashe kemtarë, familje, jetë me roj djallë, po thashe kemis, po faktikisht, çdo kush që thëtë që vajzat janë shumë të mirë për prind se djalli, kjo është realitet. Djalli mundohet të punon, 2 puna i morë private, faktikisht është i ri, morë 2 puna mundohet me punu, po vajzat i kam që thëmë për qefi, që s'ma qartin kërë. Edhe të gjindën ofër, po gjindën ofër qashtë, edhe të dojnë, të respektojnë normal, ta ngjesin dorën. Ka qenë ai mentaliteti që po shkovojza shumë, dhe me thonë, ai presioni që po thuti me loni trashëgimtar, po ti se ke ndje besa presionin edhe... Jo, thane kam në një vajzë ma djallit. A, do me thonë e kitë fundën po, se tha... Me demantua ato që dhe ti, se kom posa në gjenjën. Është mentaliteti pak i gabushëm, do me thonë edhe shumë ishe e folja. Qa i kishë thonë qikave tua për i qësoj video? Po, në vajzat mija kësha thonë, me punu me këqy punkt edhe mu sjell mirë, do me thonë, mi mojt disa
tipore, disa karakteristika, disa vlera të kaluar të tashme mi përzi, jo veç tashmes. Në më thonë, me ruj karakterin, me punu, me respektu çdo kanë, edhe kjo më thonë se isha e mirë, sepse nuk ka 100% këqija. Të më thonë, do të me punu edhe me respektu çdo kanë. Edhe një mesazh shumë të mirë edhe për ata që shikojnë këtë video. Po, a ke qenë ti mbështet si ty në çdo hap, domethënë? Jo, po, kjo është realitet. I ke inkuraju me punu, më thonë me një pogë, ta 6.000 kumojt, me 2 lopë që kumojt, i kom shkollu këtë fëmijë, i kom shkollu me një pogë dhe me 2 lopë që kom pas më herët, me qëtu. E kom shumë zërmja dola të ku, po tash, se cili ka pak punën, për veti është pak më e lehtë me dalë. Po, në ma shumë rruga. Po, tash jeta bo ma dinamike, shpenzime bo ma të moja, kjo është realitet. Pak marrë ma zdemi e mi jetu. Se çmimet për shumë janë rritë shumë, përmene rrymën, masanena, çmimet e gjonave ushqimore, elementare të jetës, janë bo shumë të shtrejta, po... Unë jam shumë i klonë që për vojzat që kanë karakterin e fort. Karakterin e kanë të fort vojzat, janë të respektueshme, do më thonë, janë me do shumë me respektet kalures, jo të tashmes. Se për shumë ko, nuk du me furë kur gjosë në vojza kam, po ka dëshu shumë... është thup në përgjithësia e respektit që kanë për një është shumë respekti, që ashtu e vojtë e mija, alo kanë respektin e s'kalurës se kanë. Edhe i ke rritë në qatë frymë. Qatë frymë, që edhe gruja për shumë në falënderoj ma shumë t'i grus, faktikisht se gruja mirë me ta ma shumë, edhe më thot drejten, kush do që janë këve thminj, do të më sporin gru. Se gruja, tonë ditën është me to, mirën me to, gruja i din çdo sene, çdo mësi, çdo sekret dhe vojza, çdo kujnë e din, kjo është më thotë çka duan. Unë falënderoj gruas se gruja për shembull edhe mi ka kthyer në unë kompost në kokë, që shumë parizuar në sene, gruja edhe mirë me lopë, mirë me fëmijë me ton. Edhe nonën. Edhe nonën ka kthyer, po ja 6 vite, nonën e ka kthyer ato, i falënderoj shumë. Do më thonë nona ka qenë smut edhe gruja i ka qenë edhe fëmin, edhe i ka kthyer edhe lopë kur në punë i ka kthyer. Mirë me punë fushëse, për se arrektonë, do me harru. Sa vjeqari ka pos nona kur ka vdek? Nona 90 vjeqare. 90 vjeqare, në moshën 90 vjeqare ka vdek. Edhe do me thonë gjatë viteve të fundit që të saj, reja i ka qëndruar edhe. Po, për që më të kaldoj unë befasona me durimin e sojna, për shumë që 24 orë me këqyrë, që ashtu është probleme gjithë kusudit. Me këqyrë 24 orë, për shumë nonë me këqyrë, nasi nonë edhe smushëm, po virën, po dhe nasi nonë edhe smushëm me këqyrë që qërkaja. Më thonë, alo kohë të nënë Kosovë, po faktikisht jo numëri madhë. Mu po më vjen shumë mirë që për dëgjoj një gjatë t'ilë për nusën tane, po besoj ti raportin me ta e kish shumë të mirë. Ja po, e kemë të afër, e kemë normal bashkëpunimi kemë mirë. Normal i keni rritë fëmijët edhe krejtë, po nashta edhe hala ma shumë të ka rritë ai respekti për shkak se është kujdes edhe për nonën tonë. Deri, do me thonë aja pas ka qenë e paralizume, kjo pi bjen që nusja jote është kujdes për to, dejtë e pastrime, krejtë ka kry. Faktikisht, po shumë notën e ditë, 24 orë ka nejtë, do me thonë karroce, do me thonë notën e 2 notën, 3 notën, që ditë e ka posë, do me thonë, sikur ditën e poshtë, sikur të funit, e ka posë në bëqyrin njëjtë. Kur nuk është nervozua diçka që më i ka mërzi, që ajo është më shumë të ka përftit e. Po më vjen shumë mirë që për dëgjoj këtë gjë prej teje dhe faleminderit që ndodhe dhe me neve se kem nevojë për shembuj të mirë dhe shembuj pozitiv. Po nusës tonë çaj kishe thonë për kësaj video? A pe falenderojnë për gjithçka? Jo, thashë falenderoj për gjithçka, fakti falenderoj gjithmonë jam i njëjtë ndaj sojna, që Zoti Allah më ka çuar në fakt tillë. Edhe shpresoj që vitet tashme të kemi shëndet mire, një jetë mire, pa probleme, sa në ka zotë ime. Kjo e në vesh zotit, amin, inshallah. Po shpresoj që gjithmonë keni me qenë bashkë. Sa vite martesi keni ju bashkë? Po ne kem 29 vite martesi, 30 e ban vitin e ashëm. Do me thonë 3 dekada... Po, 3 dekada të bashku, po. Edhe tashti po ndohen për një fjallë goje. Qa me ndonë ti për këtë? Ja, kjo është me e keqa. Me e keqa, që kalzohen pak më herë në fillim të rvisës. Na për morëm lakmi dhe senet kësi janë përëndim, jo senet mira. Për morëm lakmi, në honda pashkojmë peshkollës por pak tim të katrën. Jo është kuren të senet, për morëm lakmi senet kësi janë përshamu që të ndarjet. Për një fjallë, më thonë aty, ku dhe ishën për pa luftë, e pa vitet të dhejta, 90 ishën për dohen shumë ka laj. Kur që ka besu që të na vjen kja, dhe të na bo kjesë të normale, për një fjallë guje dohet, jesë po du, me një telefonat dohet, jo shumë keqë.
E pse po mendon ndoshta që është kjo pjesa që po na mungon shumë durimi edhe komunikimi kështu në përgjithësi, po durimi sidomos po na mungon. Edhe dojna veç mi prish gjona. Valla, kjo më thot drejtën është pak edhe nga rritja familjare që janë rritë njëtë në ambient, po janë rritë, në çfarë familje janë rritë. Që që kam po, për shumë prindit që ka po dikush, a ne kam po dikun morën shumë këqe. Morën për familje që ka rritë fëmijë, thash familja për shumë dikush që rritë fëmijë me ambient mirë shëndosh, edhe faktikisht shumë ku që është familja, është që thritë fëmija bohen. E për morëm shumë që të tash bo një jetë ma dinamike, ma sane, njerëzit po menojnë që delë ma mirë, po kjo shumë e kese. Të çdo kush ka probleme, fjalë, po ato zgjidhen me bashkëbisedime, zgjidhen. Kjo është normale që njerëzit kanë probleme, çdo kush ka probleme. Jo. Çorra dhe të shurdhër se tash na njerëz jem primisht e gjok, mujna edhe pak me pos debote, mos marrëveshje, po jo me prish, do me thonë një gjë shumë të madhe dhe shumë të mirë për pak. Po ç'është? Për prish familjen, prish fëmijën, prish tonë. Po pritet e familje për kur gjë hiç. E vërtet. I nderuam, për mu ka shumë kënaqësi me bisedu me ty, po për fund edhe çka po na jep një mesazh mas pari neve rinis. Çfarë kishe thonë rinisit? Rinis me thot drejtën me punu, me shku përpora me arsim, me shkollim. Me posë edukat, edhe me mas shumti me posë edukat. Se nëse s'ki edukat, as shkolla nuk të vynë. Pa posë edukat, pas shkollim, me jetë përpora, me posë një edukat familje, televizim, me posë të amën Kosovës, me morë shembull sot politikës Kosovës, dësana me mujtë me hjek për politikës Kosovës që po sillen të politikanë tonë, me posë një drejtim të armën të mirë. Mes me posë ato që apishtohëm në sot në Kosovë, dësana shumë të me hjek, mes morë shembull. Po për shembull shumë mirë e the se përmend pak politikën, unë nuk i kisha një fort politikës, po është shumë dëshpruese se që tash jeta është politik. Na sa do mujna mi mbyll sytë dhe me thosë së më intereson politika, po gjithçka sillet rreth asaj politike. Tash ata po shohin me zveti, do të thotë deputet të cilët janë zgjedhur me votën tonë, po shohin me zveti, po rrohen me zveti, do me thonë pi ofendoj një tjetrin me një fjallë që na ja kena thonë armikut. Se di, është te për edhe më shumë. Tash me të mos shembull tash ta politikanë tonë, tash me të mos shembull ta, shembull deputeti, ajo është që me ato ligje sana ato. Por ka mesazh shqiptar nuk ka shumë më të bashkuar. Mos me këto interesat personale zgjidhur vetë po me kod bashkuar. Me kod nek me veti. Mos me kod për çars. Përse pra më ngërën për qome i përdini përshirin me zveti në Kosovë, shqiptarë me zveti, po staj edhe shqiptarë me Shqipëni e Maqedoni, çdo kënë për qome kemi. Çdo, dhe Maldivje, kej këto ku shkojë matë për qome në botë, nuk di pse. Një kë me koka që i për qome, shumë me kërkoj me posë. Në fakt, kur vjen kjo festat e kulun komtarja bashkumi, bashkuan, e përkashme, aja s'to kërgjohë. Njëtën e përditshme kemi nati mes njëni tjetrit, me mujtë pevrojmë njëni tjetrin, do më dhe po vrohemi me zveti. Po vrohem, po qashtu është një shesh shumë e kese. Po qa menën që ka qalu të na, që kena arrit në qëtë gjendje i nderuar? Pse menën që kena arrit në qëtë gjendje, do më thonë? Po me thot drejtën këtë gjendje në kanor, krejt mas shumë të është politika. Politika, për unë rrullë kryesore që po përqohen të njerëz. Që përqohen ata në qeveri në pushtet, po përqohen në popullin me zveti. Po ndohen me zveti bota partijake edhe në një familje në ngushtë njerëzit po përqohen me zveti shkaki politikës. E tani politika, një qeveritare, interesat atje në nivel qendror, po përqohen me Shqipëni. Ata me mërvi, do më thonë, kaj përqohen me kahin, kaj politika ka fojt. Edhe politika ka fojt kaj të. Dhe shumë mesazhe të mira, dhe shumë mesazhe të mira dhe mu merr shumë mira dhe shumë derë dhe kënaqësi me taku. Zonën pa përgadit, ama ke fol çaq mirë, ke jap mesazhe çaq për juve, e vazhdoni me këtu, ka nevojë më shumë në fshata që me komunikim me pos në porësi, për të rritë për gjithë, veç kaluar që mirë, e faleminderit. Faleminderit shumë për ti, na fal se të kena nxo pak pa prit, edhe po faleminderit për gatishmërinë që e patë me diskutu me ne. Miqtë mi dashur, ne e përshëndesim bashkë me Eset Karaxhen, të fshatit Çikatov të vjetër së komunës së Drenasit, edhe shihemi prapë kismet. Faleminderit shumë. Faleminderit.